Për ata transmeton Enesi radhiyallahu anhu, hadithin të cilin e kanë nxjerrë Imam Ahmedi në Musnedin e tij, edhe pse ka fjalë rreth këtij hadithi, disa kanë bërë se hadith të mirë, që Enesi radhiyallahu anhu transmeton. Thotë përderisa ishim të ulur një ditë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe ishim duke kovenduar. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Yatla aleikum al-an rajulun min ahli al-janna." Tani do t'ju shfaqet një person, një njeri i cili është prej banorëve të xhenetit. Dhe sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ata të cilët ishin të mallëngjyrë për xhenetin, ata të cilët ishin të mallëngjyrë për mi pa personat kush janë prej banorëve të xhenetit që me hec hapave të tyre. Edhe po shikojnë kur për momentin erdhi një person, një prej ansarëve, i cili rrjedhte uji prej mrekulës së tij që kishte marrë abdes dhe në dorën e tij mbante ato sandallet e tij dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e tha po të njëjtën fjalë dhe ditën e dytë dhe ditën e tretë. Njëjtën rast, njëjtën fjalë. Dhe sa që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e përmende se ka me ardhur një person tani në mesin tuaj që është prej banorëve të xhenetit, ishte po i njëjti person. Një sahabi i ndershëm i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Abdullah ibn Amr, thotë vallahi ka me e përcjell dhe ka me e këshill ky person se çfarë vepra apo bën që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e përgëzoi me xhenet duke qenë këtë dunjë. Dhe shkoi trokiti derën e tij dhe e pyeti dhe i tha: "Thotë kam një problem me babain tim. Thotë jam betuar që mos me nejt në shtëpinë time për 3 ditë. Thotë ta mban konak që të flej tek ti për 3 ditë, për 3 net." Thotë po. Dhe Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhu tash po e përcjell gjendjen e tij, po e përcjell ibadetin e tij, po e përcjell se çka po vepron ky person në mënyrë që më marr si shembull. Nëse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e përgëzoi me xhenet, se cilët prej neve do të na interesonte shumë kjo. Për ata, Abdullah ibn Amr thotë, shkuan 3 net dhe nuk pash diçka që më mahniti ose diçka që është zakonshme te ky person. Thotë as nuk pash diçka të veçantë në namazin e tij, as nuk pash diçka në sjelljet e tij përveç asaj që i kishim thotë edhe ne. Vetëm se kur i dilte gjumi natën thotë e përkujtonte Allahun xhel xhelalu. E pastaj në natën e tretë para se mu largu i thash, thotë kështu thotë e kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alajhi wasallam duke thënë se ka më ardhur një person mesin e juaj që është prej banorëve të xhenetit, thotë dhe ai person thotë ishte ti. Thotë dhe mua më bëni përshtypje se çfarë vepra po bën, se cilat janë ato ibadetet tua që të ka bën pejgamberi sallallahu alajhi wasallam të përgëzu që të jesh prej banorëve të xhenetit. Thotë vallahi nuk kam bën diçka të veçantë përveç asaj që kam ke pa. Thotë dhe nuk e di diçka që kam bën mu dallu prej juve. Vetëm se thotë mendoj dhe shpresoj se ajo vepër e cila më bën mua që shpresoj tek Allahu xhel xhelalu xhenetin, thotë është se nuk kam asnjë pikë zili, asnjë pikë urrëtie, asnjë pikë inati për një vëlla musliman. Thotë dhe kur bi me zemër të paq, bi me zemër të shëndosh, nuk rri as nuk flaj, as jo sikur dikon që ndoshta nuk e merr gjumi duke mendu pse filani ka arritja i me bon atë shtëpi, pse filani ka arriti ku me bon këtë kërë, pse filani kështu dhe pse filani ashtu, duke e pas zili veprat e tij, duke e pas zili punën e tij. Mirë po thot përkundrazi, thotë unë e bi rahat dhe nuk kam as edhe një pikë zili, as inati për vëllon tim musliman. E thot pastaj Abdullah ibn Amr, thot vallahi thot kjo çenka e vepër për cilën ty pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pas ka përgëzu prej banorëve të xhenetit, e që thot është të vështirë me arrit këto. Abdullah ibn Amr po thot është të vështirë me arrit këtë gradë. E më të vërtet kjo është vëllezër të ndershëm, zemra e shëndosh, zemra të cilat i posëndon sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, zemra të cilat ata nuk flinin nëse i hinin erhak dikujt prej vëllezërve të tyre pa ja lyp halallakun.